vitin 2025 vendi ynë shënoi një ngritje të theksuar të rasteve me HIV pozitiv, që shifër kjo që është juve dini zyrtare, për ndryshe mundësia është edhe me madhe që të ketë edhe ma shumë raste. Dhe fatkesisht ato që ju e përmendet edhe 6 raste kanë përfundu me letalitet ose kanë vdek. Kjo do të thotë se vendi ynë, si dhe vendet në rajon dhe ma gjërë, ende ballafaqohet, atakohet, sulmohet, ose është në një ta quajmë sulm të vazhdueshëm të virusit HIV AIDS, një virus juve dini global, që jep edhe pandemi dhe është pandemik, dhe se në këtë drejtim, këto të dhana edhe të paraqitura, këto raste të infektuar me HIV AIDS pozitiv, tregojnë se në vendin tonë duhet ende ma shumë me punu, si aspekti shëndetësor, ashtu edhe mendoj stafi qytetarisë, sepse juve dini që për fat të keqë vendi edhe jonë, po dhe në botë, do një vakcin të deri tashme që në provu në shumë herna për ta ndalë ose luftu smundjen HIV AIDS, tash për tash nuk ekziston, mirë po juve dini ekziston ajo që quhet terapia për ta mjeku ose menagju ose për ta mjeku rastin me fjalë HIV-AIDS-in, që në mjekësi juve dini quhet terapi antiretrovirale, dhe të cilën juve dini vendi e posedon që tash e sa vite, dhe stafi në klinikën infektive, po edhe në nivel vendit, është mirë i trajnum, mirë i dizajnum dhe mirë i pregaditun për këtë gjë. Prandaj është një kërkes, është edhe apel, po është edhe një gjë që do të sensibilizu se smundja HIV-AIDS është e pranishme edhe në vendin tonë edhe gjithkund, për shiqosit tuaj nuk do të thotë se kjo shifër është ta quajmë edhe alarmante, duke marrë parasysh vendet në rajon, çfarë është Maqedonia, Shqipëria e tjera, që kanë shënuar raste më shumë se sa vendi ynë, por duke marrë parasysh se vendi ynë është një vend i vogël me 1.600.000 banor, ta quajmë, atëherë ne mendojmë se në këtë drejtim duhet të jemi shumë syqel, pra po e ritheksoj, duhet të bëhet ajo që është shumë e rëndësishme, hallka e depistimit ose e testeve screening, që në mjekësi quhen teste vrojtuese ose teste të sensibilizuesa për të përcaktu, për të diagnostiku një rast i cili është eventualisht HIV pozitiv, dhe në këtë drejtim do të bëhet një mundësi shumë e madhe se në një rast do të përcaktohet, do të regjistrohet dhe në një mënyrë do të ndalet kufizimi i përhapjes, shpërndarjes ose prevalencës, dhe së dyti, që është shumë e rëndësishme, do të fillohet me një terapi që juve dini quhet terapia start antiretrovirale, dhe sa më herët që është e mundun që të bëhet një diagnostikim eventual, pra dhe ndalet zinxhiri i përhapjes, edhe së dyti ndalet mundësia e një përkeqësimi ose një përfundimi të keq ose fatal, çfarë ka ndodhur me këto 6 rastet e vitit të kaluar.